Jam shumë i lumtur, jam shumë i buzëqeshëm që sot po e fillojmë me një shqiptar nga Kosova, i cili në vitet e ardhshme mund të jetë një nga shqiptarët më të suksesshëm. Është një person që po ndërton të ardhmen e energjisë në laboratorët më të avancuar në botë. Nga studimet në Gjermani, doktoratura në Gjermani edhe në Japoni, deri te lista prestigjioze e Forbes Under 30 Europe. Me mua në studio kam derën edhe kënaqësinë që për ne dhe për ju ta prezantoj Merkur Smajlaj. Shumë faleminderit Gens, përshëndes. Përshëndesim edhe na, mirë se erdhe Merkur. Faleminderit për pjesë edhe mirë se u gjeta. Si je? A je mirë? Mirë, faleminderit shumë. Ti ç'sh je, a je mirë? Mirë edhe unë shumë. Merkuri është një shkencëtar, studius, kimist, për këtë to do të na shpjegon para se me fol për Merkurin, për fakt, kur biseduam me Merkurin për intervista, është Merkur neve pak na shpjegon si një fëmis, kur i shpjegon se çka je të bo. Po na trego pak kush është Merkur Smajlaj, për me ardhë deri në fund të lista Forbes, pra do të flasim për jetën tënde, shkollimin tënd, ku keni lindur, shkollimin ku e ke kry, edhe me na kallëzu masnej pse nga të gjitha lëndet kimia. Pra kështu një histori të shkurt për veten. Se rrallë do të kemi shanë kur botën e suksesun që të pytje, masnej nuk vlejmë, po vlejmë pytje tjera. Jo, mërë s'ka gjo. Familja jem që gati 30 vjetë jemi në Gjermani, me periodën nga peja. Jemi 2 vllazën një motër, edhe jem lind në Hanover në Gjermani, edhe kom kry shkollën atje, kom studiu atje, edhe po, ja kom nis kimin, për shka kimin, se me kimi mund është me bo gjithka. Krejto kimia, do me thonë tesha që i ki vesh, që kjo studio, mikrofoni, materialet, krejt që përdoren, krejto kimi. Mu më do këtë si farë magjia, pe gjdo sen me bo tjetër sen. Mu monu, do me thonë, është një farë shpreje alchemist që thonë, make gold out of shit. Që kjo është puna që pumonona dhune, për senet, do me thonë, nashtat këshia, ose që nuk përdorë mo, me bo senet mira. E që kjo puna që sot, sidomos sot, na duhet me këshyrë, krejt kjo punë që është me karbon dioksidi, edhe bota që o ka nëzjet ma shumë, më munu bile, që ta me ullë ka pak, edhe me ndrejq botën apet. Para se me mbri aty, ku t'ka klik të kimia, pra, cilën klasë kem super herë të parë kimi dhe që po thunë është ta që kjo studio ndoshta çka të boni ty me thonë, wow, që kjo që ka, çka unë po du me u marë. Muj me të thonë, në 8. klasë, jam ko një javë smut, e akum nis me këshyrë, do me thonë, filma dokumentare që janë, bashkë për shkencën natyrale, e që aty di qysh, do me thonë ma ka rok, që aty i thash vetit, unë du me bo kimi, ose fizik, dikon bile në qatë drejtim, e në fund më ka shku kimia. Pastaj ke vazhdu në shkollë të mesme me kimia, apo ke pas kështu si gjimnas, që thojmë na krejt landë? Gjimnas, po, e kom kry thirët si abitua, e kom kry abiturën, edhe në fund ditës e kom pas, edhe aty e kom pas landet ma shumë specializim, do me thonë në shkenca naturale, mas që asaj tani aplikon edhe hinë fakultet, që të mund është tani me këshyra, apo do në me hinë fizika, apo do në me hinë kimi, biologi, veç në vetit i thësha kimia është edhe diçka që përdorë në krejt botë, mund është me punu në industri, mund është me punu në labar, ku dush. Okej, për momentin, je duke përfundu doktoraturën në 2 universitete, në Gjermani edhe në Japoni. Qashtë. Ku e merë diplomën në 2 universitetet. Na të rego se për çka je duke përfundu doktoraturën? Në regull. Une ja kom nis doktoraturës me në qatë sektorin që jem une, me aplikimet e hidrogenit, mund me folma vonë për qëta, në regull. Edhe ke mujt me bo një farë kontrate për mes fakultetit Hanoverit, Universitetit Hanoverit, edhe Universiteti Todai, Tokyo, do me thonë Universiteti Tokyos, që thot për 3 vjetëve, do me thonë 50% e kryn në Hanover edhe 50% e kryn në Japoni, e ki tani në fund double degree program thirët, e ki 2 doktoratura për së cilit universitetit, edhe për shembull në Universitet Tokyos
supervisor që e kam, profesori jam, është presidenti i krejt universitetit. Do me thonë, është shumë i famshëm që 5G për shembull që e shihni në internet, ai e ka zbulu. Çato materiale për me mundësu çato. Çato po Sa thjesht të mundi që 5G që po përdorni jo, e ka zbulu profa jam. Edhe ai tjetër profesori që kom Hanover e ka do me thonë zbulu një material ose një maqinë që është sot në Mars. Do me thonë shumë punoj me profesorat famshëm edhe që mundon edhe me të ndihmu sa munden. Ma shpjego pak ku sa shumë abitën e këna. Jena të folë pra për njerëz të cilët e ndryshojnë botën. Qashtu. Na trego për metodën e punës tëne, disiplinën e punës. Çka të mësojnë ata ty jashtë mësimit, jashtë literaturës? Njoni profesor, edhe që ajo besoj që është, do me thonë, esenca një kimistit, unë thomë që një kimist duhet me kun 50% racional e 50% irracional. Do me thonë, 50% duhet me kun shumë logjik njëri, duhet me kuptu senet, që shkon bota, qështu senet, 50% duhet me kun shumë kreativ, duhet me pas fantazi, duhet me mendu, a muj me shku në qatë drejtim, edhe pse tonë thojnë s'munësh, që ajo pune. Ky profesor në Japoni është 100% logjik, bash japonez. Ky profesor në Gjermani është unë besoj që 100% është veç fantazi kreativ. Edhe unë besoj që diqysh i kom bo gjys-gjys. Nëse thëmë dishka, unë besoj që krejt mund është me bo, krejt senet, krejt reakcionet, në fund vish dush me agjet mënyrën qysh me shku atje. Do me thonë krejt ondra që i ki, që do në najfar vizioni, që do në me njek, dush me njek me hapat logjike. Me hapat logjike. Që. Unë e besoj që është ashtu. Sa ti është të bënë, mirë shumë. Okej. Kështu, tash do të fillojmë me folë për materialet të cilat kanë të bëjnë faktimirësh me zbulimin e materialeve për hidrogenin. Po. E lam, mësme ta bo pyetjen që është hidrogeni, se po besoj është pak absurde, po na trego ti ku je i specifikum, çfar materiale, çfar zbulimi ti ke bo, që ka bo bota me folë për Merkur Smiley? Në përgjithësi, unë e mirëna me transfer e teknologjisë, do me thonë shpesh materialet ose zbulimet që bojnë në labar, rrinë në labar. Se s'ka firmë ose s'ka mundësi. Labar është laborator. Laborator, po. Edhe nuk ka mundësi për upscaling, do me thonë për mërsimin, do me thonë me rrit produksionin, me pas një njëjtin kvalitet, shumë vështirë është. Unë e kom, do me thonë, zbulu një material, që ja kam nisë atëherë, nashta me 50 mg, 100 mg, shumë pak, tash më imi prodhu disa kila në ditë, për që ati materialit, që do me thonë me sipërfaqen të madhe që e ka që e material, mundet me absorbu hidrogeni si gaz, e që ashtu të përdori tani sikur material për me rujt hidrogenin. Pra ti ke bo zbulimin, po, se si të rritët sasia e materialit për me rujt hidrogenin. Po, që ashtu. Kështu, po do këtë shumë e thjesht, po na të rego procesin, se kur zbulohen si puna e 5G, që tha profesori ka zbulu 5G, po mërë tash e kemi është shumë e thjesht, por na të rego procesin tënd, personal, se si ke ardhë deri te zbulimi, se si të ruhet sasia materialit për të absorbu hidrogenin. Është puna që kur ta nis me zbulu, ti mundesh ose me anis me thonë pe anisi për shembull e kini problem, e mundosh me gjetë një material për çat problem, ose e kini material që doket interesant, po hala se din për çka mundesh me përdor. Do me thonë që a ka ky material? Ky është një material 2D material, është në bazë karbonit, do me thonë mundesh me përdor për materiale që janë që mundesh me gjetë gjithkund. Tash nuk muj edhe me hi fort se është puna e patentit që u regjistru në krejt botë. Do me thonë i ka do sekrete që normal nuk muj me folë për to. Pesa, një 2% shtë marrë.
Po kështu që që mund me thonë është një material 2D, 2D material thirr, do me thonë është sikur letër në letër materiali, do me thonë përmes qatynve letra, për me shpjegu letë, mundet gazi, do me thonë mund gjitë. E që e puna. Të një qatë gaz të e përdor për? Qatë gaz e përdor për shembull ose e kalla pet hidrogenin, edhe merr energji shumë. Do me thonë përdorimi është ose për me kallë, në për motora, në për anija, në për kerë, në për kamiona, ose me energji të pastër, me energji të pastër, me energji të pastër. Se për çka përdor hidrogjenin, nashta pak për me shpjegu, se gjinja shpesh nuk e din çka është hidrogjeni. Hidrogjeni është një gaz që e ka, do me thonë, shumë energjinë e madhe. Nëse e ka 1 kg hidrogjen për shembull, i ki 3-4 herë ma shumë energji si kur me ka 1 kg dizel për shembull, ose petrol. Që ajo puna për çka po mundohen me përdor hidrogjenin në këtë botë. Në Kinë, në Amerikë, në Bashkimet Evropiane. Ti pas shumë larg se kjo mundet me qenë e ardhmja, Merkur. Që kjo është e ardhmja, se jon ka mundohen hidrogjenin me përdor në këtë botë. Edhe është puna tash që hidrogenin mundesh me prodhu me makina për shembull, thirrën elektrolizer, po s'po duhet me shpjegu shumë, se mos po bëhet shumë kompleks, e çaj elektrolizer pe ujit, e don ujin në oksigjen hidrogjen, e hidrogeni tani mundesh me përdor gjithkund, do me thonë gjithkund ku ki solar, këtë energjinë e gjelbër që ki, solar, të ajrit, hidro, ti mundesh me ashtu një elektrolizer, e prodhon hidrogjenin, e përdor ku do që je. Më sa po kuptoj, pra ai i cili në të ardhmen, për marrim shembull një vetur, një diçka solare, një anije që thati, ose një aeroplan që do ta përdor hidrogjenin, ti je ai që ja ofron përmes materialeve që i ki zbulu sasin. Do me thonë me ruajtjen e hidrogjenin. Ka edhe mundësi që ta shëthirë state of the art që përdoret industri, është veç kompresioni i gazit, e kompresion gazin, do me thonë një pra ti ke bo zbulimin në shtu në materialeve. Qashtu. Një farë lloj materiale. Ka edhe për shembull, ka edhe njerëz tjerë që kanë zbuluar edhe materiale tjera, por që ky material është shumë eficient, e për çfarë po mundon tash. Por ato ti ke hin Forbes se ata s'kan hi, për sa ato tash ti je pak më i veçantë. Edhe që jam më i ri se në 30. Në 30. Qashtu po edhe mirëna me projekte edhe. Ç'ky zbulimi a patentohet? Po. Nuk mundet kërkush me përdor, apo idenë tonë është e jotja. Qashtu. Nuk është që mune me përdor njës tjerë, veç nëse për shembull zbulojnë diçka, po qashtu. Po për shembull për Forbes, që jam hi në qatë listë që e kom fitues, që më zgjedh, është edhe puna që ata kanë shyrë edhe për ndikimin që jep ti do me thonë botës, shtetit, tregut, firma tjerë, punoj edhe, i menaxhoj edhe 2 projekte Bashkimit Evropian që merren bashkë me rastet industriale përdorimit hidrogjenit. Do me thonë, ku mundet më përdorë edhe hidrogjenit, se nuk është edhe veç me thonë, hajtë për zbuloj një materiale për përdori, po është edhe puna që ti duhesh me gjetë, një farë mënyre, një farë aplikimi, ku mundesh me përdorë, se shpesh çka zbulon, e çka thot industria, nuk do me thonë që janë njëjtë. Nuk përputhen ka njëherë. Ka njëherë nuk përputhen. Ma të rego emocionin kur e ki kuptu lajmin që je në revistën Forbes under 30 euro, po besoj ka qenë privilegj. Ajo kun për mu jashtëzakonshëm që jam gëzu qatë shumë, i kun thonë veti shqyqyr që diçka edhe bota po ma kthen, po ma shet ndikimin që pe jepi, po shet që jam të bo diçka edhe për botë, se nuk është që jam të bo vish për veti, se jam të bo edhe për veti, si kimist, po edhe për krejt botë, se besoj që tonë nuk jem pavarën për që ti temës që po më nxehet bota, uji po rritet, niveli ujit, krejt qëtu sene po vinë, sepse bota o ka shkon një drejtim që s'po nalet ma, po prodhojnë shumë gaz, karbon dioksid. Po ndo të tajri. Po, qashtu. Që aty jam gëzu valla fort. Shumë jam gëzu, normalisht, se edhe unë jam njeri, nuk jam robot. Po, normal. Po edhe jam gëzu se Forbes nuk është që veç për shkencë, është edhe për njerëz për çdo drejtimit, edhe jam gëzu që jam qatë listë, po.
Na jemi të nderuar që jena atlist, çdo shqiptar është i nderuar që ti e prezanton mas pari veten, po na prezanton edhe neve, edhe hap mundësi për rinin, pra i tregon të tjerëve që gjithçka është e mundën me logjik. Apo? Po, me çashtë mirë pate. Merkur, tjetër, nuk po di çka me të pyet, përveç me të uru sukses. Nëse kini mesazh, është kështu një pyetje klishe, po kjo pyetje klishe është shumë e rëndësishme me ardhë përgjigje nga ti. Për rinin, jemi me një kohë ku rinia nështë nuk e ka shumë fokusin të zbulimet, të shkenca. Çka ju thuti sot rinis? Unë besoj që sot rinia e ka me të thënë shumë lehtë me zbulu sene se informatat i ki gjithkon. Sidomos tash kohë që o bo me inteligjencë artificiale, ti çka do që donë me lyp, ki me gjetë. Edhe atëherë so kona ashtot. Tash edhe unë shqyqyri më rrit një kohë që librat janë online gjithkon me lexu, po është ardhur një kohë që shumë lehtë çdo njeri edhe me thonë ashta s'po di, i ki 14-15 vjetë jenë Prishtinë dikun, sa e ki një telefon, ose një fa laptop, ti mush me bo naj software, naj aplikacion, diçka mundesh me bo, që me thonë pe japi botës të shka. Ose njerë për vete e tani botës. Është mundësia, veç njerës duhet me pas fantazi, duhet me kon kreativ, e mos më nalë, mos mi besu njerës tjerë që të thonë, ja mos e bo këto, ja s'ki me fitua, nuk ki me mujt me vepru, që ajo është keq. Se janë shumë njerës që nuk rizikojnë. Rizikoni, që ajo është puna, se jeni të ri edhe muni me riziku. Se nësi keni bo 40-50 vjeta, 60 vjeta është shirë, se keni familjen, keni jetën tonë, që ajo problemi. Se jem të ri me riziku, e gjithë me, veç me thonë hajtë për përvoj. Nashta 2-3 herë me përvu, e që aty e ki suksesin. Cili është your next step? Hapi të radhës, ëndra jote? Une e kom një farë ëndër, që shme thonë një farë dream, vizioni që dikur kom qef me qilë naj foundation, adin, që ndimon, për shembull, njerëzve që janë smut, ose sidomos edhe në këtu Kosovë, me ndimu për shembull fëmijëve me mësu ma mirë, ose me jo mundësu me hine për firmat mira, me jo mundësu dhe fakulteto me pas laboratorët mira, punë të mira, qëto sene, projekte, që ato kisha pas qef, kur jam edhe pak ma i kur këmë arrit edhe nashta edhe pak ma shumë, po që tash next step është gjithqysh sikur si për marës që jam, me vazhdu. Një pyetje s'kom qare, pa ta bo, po këthena doktoraturën, për pësoj e kryn. Po, që ati s'ka. Kur t'bjen me nejt me profesora ose me shkencëtar cilta në kam bo zbulimin e 5 gës. Për shembull. Cili është muhabetit që bohet në qatë avëllin? Çdo muhabet përveç shkencës. Nime. Po, se edhe këta janë njerëz nuk kanë qefë dhe të ndihën e gatë. Cili është perceptimi tëre për botën? Dhe që të një sen, është interesant, ka një herë kur të folë me ta, kur spjegojnë shkencë, me nënë që nashta e ka qatë, që me thonë qatë drejtim, e kur të njën të folë tani privat kur të thotë i shka, i thu vetit, si dita e nata, ka një herë. Dalojnë shumë. Edhe një profesion tjetin, po edhe ditën e natën kur të folin. Sidomos në Japoni është normal mas punës, për shembull knojnë karaoke. Aty knaqen. Është interesant Japonia sa shumë ka avancu me teknologji. Po normal se kanë krejt kulturën tjetër, janë krenar, ku do që shkojnë që punojnë janë krenar me konë qatë punë, edhe munohen gjithë 200% me jep, sikur na që jem rrit jashtë. Gjithë kem duft me punu ose me mësu 2 herë ma shumë si jashteta që jon kun jashtet që jon kun atje. Po, që ajo puna që po duhet me jep valla ma shumë, po duhet gjithë me jep zorë, gjithë puno ma shumë, bo ma shumë, po rregullohet puna. Kur thu kjo punon ma shumë, për shembull ti për vetë gjatë ditës, sa orë i kalon në laborator? Pyetje e mirë.
varet, me thonë drejt shpesh pe mëngjesit dhe në promja. Shpesh, po si entrepreneur që jam si përmas, normal, kam edhe ditë që jam ma shumë shpe, ose punoj për shtëpis në laptop, se nuk është veç puna laborator, ti dikura duhesh me thonë, okej, nuk muj krejt senet me bo vetë. Ti duhesh me bashkëpunu me njerëz, duhesh me thonë, me deligu, duhesh me ja punën për shembull që nuk do me bo ma, ose nuk duhesh me bo ma, ja jep dikuj tjetër. Që ajo normal. Se kështu me ja nis me thonë hajpe boj vetë, nuk ban. Ti që s'duhesh me punu me njerëz bash, që ajo më rëndësi. Mirë, kështu kena ardhur deri në fund. Mërkur të bisedës, nëse ka diçka që nuk të kom pyet, edhe ti don vetë me shtu lirisht. Se po besoj që i prekëm pikat kryesore për cilat edhe të kemi ftu, po edhe nëse ka diçka që don me fol. Unë veç isha kështu jam i gëzuar që edhe Kosova o ka ecë përpara shumë, që aty më thonë jam edhe krenar. Edhe pisha shumë njerëz që edhe po kthehen për shembull në Kosovë, edhe po bashkëpunojnë me firma këtu, edhe unë që tash po munona vallaball me firma e tregun për shembull me bo projekte energjisë gjelbër. Ani apo has në bashkëpunim? Po munona edhe po ka që tash jem të bo do sene. Se sa s'kryen nuk kam qef edhe me fol fort, vish me najfar tiza me kallëzu bile që jem të i bo. Po, që aty kisha pas qef me pa Kosovë me hecë për para, se ka shumë potencial. Me hecë për para në çfarë aspekti konkretisht ti mundesh me ndihmu? Sidomos që tema energjisë gjelbër. Se besoj që Kosova mundet më bu 100% energjisë gjelbër, mos më duft me importu për shembull dimnit, se Kosova importon energjinë dimnit. Dimnit e verës non-stop. Non-stop, e po shumë parë po shkojnë që aty. Besoj që tash u ardh koha me instalu solar krejt Kosovë ose në farë sistemit ajrit, hidrogenin, çto sisteme, se i ka mundësit edhe janë shumë fonde për shembull edhe. E çka vijnë fonde, vijnë pare, edhe njerëz. Fonde vijnë pare edhe njerëz, eksperta. Ti njerëz mundesh me siguri që ekspertat vijnë tash për shembull, ekspertat për hidrogenin, ekspertat për energji gjelbër, ka shumë shqiptar që janë, edhe një shumë, edhe jem ka munduar mboll me hi një farë bashkëpunimi me bashkëtu. Pengesa nuk jeni të has? Jo, që tash jo. Pra është një proces që shkon nga dal. Është një farë procesi, është edhe një farë procesi me do me thonë shtetin edhe politikant për shembull, sensitiv, me i bu për shembull me spjegu çka, po dhe për me hinë qatë temë. Se shpesh edhe politika duhet me vendos njëherë. Spijim në aneka politika eq. Ja. Dashur dëgjues, Merkur Smallaj, Forbes 30, Under 30, ja? Forbes 30 në Evropë. Ishte nder dhe kënaqësi, faleminderit shumë. Shumë faleminderit për ju për ftesë. Ju përshëndes Tomë që kanë nigu, faleminderit shumë.